Do ulemi fshatse këtu. Tani këtu bukur fare, jemi ul këtu, me xhles këtu. Këtu është veni më i bukur, siç e tham përpara. Është fush futbolli këtu, po S'ka tash më, do bëjmë dhe misel. s'ka më të rinj për të luajtur. Bëjmë gjithë. Bëhen, Luj nga herë, luj. Loni nga herë. Vi nga emigrimi? Problemet tona, po, kam qenë emigracion. Kam qenë. Po venin tonë ndu. Është gjëna më e bukur. Pra ti u ktheve nga emigrimi në fshat. Pa, nga Kreta, Nga nga Kreta. ishulli Kretës. U ktheve për të bërë diçka të bukur. Problemet jo, me këtë vend jemi të lidhur me prind, me vëllezër, me motra. Mund t'isha krejt kolla janë e matan, por që burrët i thret vatan. Po ku shkosh, ku të vinsh? Unë mungova shumë vite, kur erdha e gjeta më keq nga Alash. Më keq. Zakonisht du trajtojmë problemet jo ujt. Ai ujt është, ne i themi këtu, barë në shit, mes. Një problem që na ka prish krejt qetësinë. E kuptoj. Edhe problemet tjera janë asfalt, janë rruga që nuk e ka vu kush ujt në zjarr. As për shkollë, as për spital, as për gjëra që mos t'i cekim prapë, sa është e lodhshme. E kuptoj. Vjen momenti që po përsërisin ta djem këtu, që duhen me na nxjerr nga fshati. Një fshat historik, me histori, me njanë, me tjetë, me kujtime, me... Por ne do të bëjmë rezidencë që mos dalim nga fshati. Ose do të vinë firma, banojnë Simon, e t'ikim ne, ose do rrim ne, dhe ata do të marrin këpucat, t'i veshin e t'ikin punën e vetë. Po qëse do t'a kenë shansën e hikë. E kuptoj. Po qëse s'kan logjik, do të vinë dhe do të na ngelin ne këtu. Zemrimi i militorit shkon deri në një pikë, mbrapa. Vjen tjetër nga ana anës, edhe vjen e uzurpon vendin. Me polici, shqisqemi në 24, Zhemoni ka hik, Ju u ngritet që në fillim kur e morët vesh në 2015? që 2016. 2016. 2016, ma e bukra, se po na kalojnë pak për bullizmi ka ekzistuar, do të ekzistojë. E kuptoj. Kur zbret në qytet, edhe ai që ka rënë ndoshta nga fshati, thotë, "Oh, erti katonari." Edhe gjasëm edhe Dirama thotë ato katonarët e kam një shans se t'i largoj. Pra mendon se është direkt dorë e Diramës? Oh, të s'lëviz fia barit. Zoti Rama. Edhe erdhën 2016, bam përpjekjen tonë, te lapidari i mësuesit. Po. Erdhi policia, Po. mbi 120 forca. Ishim dhe ne, fshati, ishim i mobilizuar për ta ndaluar. Edhe pas 2 orësh debate të fuqishme, del nga rreshti me një telefonat, shefi i madh i Lezhës, nuk e di, i Lezhës apo i Mirditës, edhe i thotë, "Kush është koncesionari këtu?" Edhe del dhe thotë, "Zotnia, jam unë, nuhe." Një pas, nuk është gjallë. Thotë, "Zotin unë, nuk i ke marrëveshjen me banor?" Thotë, "Jo, thotë, po do t'i rregullojmë." Më lidh veglat, nisu dhe mos më thirr më këtu. Pra ai veproi mbas ligjit, Korrekt. për mua që njëri me karakter. Pra ai i largoi herën e parë. I largoi, i shtrëngum dorën, na animoi, sepse po na qote konflikt. E kuptoj. Po ky i sotme? Vjen i sotmi, vjen këtu në qaftë fshatin Qavorës, Kriminjera, për pos kësaj, vjen zotëria, që mirë kuptues deri në ca momente, derisa ne e kapëm mat. Që firma ku është? Se unë s'kam punë me ty, ti e ligji, ti ke ardhur, ti e 8 orë në punë. Thotë jo, thotë e ka bashkia. Bukur shumë. Tërhiqemi, nisemi bim bashki. Bashkia krye put, i nxorëm ne. Shqyqër zoti, patëm njerëz që kishin qenë krye bashkiak. Po. Edhe janë nxorë ja ulin tavolinë gjitha shkeljet. E pranoj publikisht para Kam gabuar. 300 vetëve. Kam bënë një gabim, tha do të më falni. Jo një, thanë, 3. Po, janë 3. Po kujtova s'tash për të mirën tuaj. Ke vepruar në familjen time. Kush tha kështu? Me Lyshi Albert, kryetari i bashkisë. Kuptoj. E morëm Albertin, kryetarin e bashkisë, e nisëm drejt e te policia. Se janë ca gjëna që shkojnë edhe me zakon. E pranuan ballë për ballë në bisedën që patën bashki rend, që populli nuk është pajdor.
Po është në drejtën e Zotit. Po mirë, ky që e kishte bërë gabim këtë shkresë, pse nuk e anulloi, sepse në fund ditës Janë 18 antar bashkiak që haram buken. E rrogën që marrin, haram. Që marrin dhe thonë, gojtë e liga, që u ashtë lyë qerja, edhe kanë firmos unanimisht. 18 këshilltar Pa qenë bashkak. asnjë banori i zonës Kaqinarit. E kuptoj. Kanë vendos dikush nga Fani, dikush nga Rubiku, dikush nga Rësheni, për pasurinë e gjyshit tem e të gjyshit ti e tjetër. Në moment të dytë, pranuan gabimin që kishin bërë, do t'i pezulloj. Rasti konkret është një investim që presupozohet të ndërtohen disa hecë në zonën e Kaqinarit. Dhe ajo për cilën unë i kam kërku përfaqësuesve të asaj firme. Nuk më intereson që do ndërtoni ju, sepse është një firmë që ka marrë leje, është licencu e tjera punë të tyre e kanë marrë qeveri gjitha. Mundu me ditë çfarë përfitojnë nga ky investim banorët e Kaqinarit. Kjo ka qenë ajo çfarë unë ju kam thënë atyre. Ama nëse ato i ndërtohen dhe ne nuk kemi asi tagër ligjor për të kërkuar llogari se pse këto gjëra nuk po bëhen, atëherë prandaj është edhe kjo kontrat. Në fund, realizohen, nuk realizohen, nuk është vendimarrja jona. Vendimarrja jona është që ne kërkojmë maksimalisht që ajo firmë çfarë realizon për komunitetin e zonës nëse ato ndërtohen. Kryetari i bashkisë në marrëdhënie institucionale për t'ju ndihmë kësaj zone ka ushtruar një kontratë gjë për të cilën me kërkesën e fshatarëve të asaj zonës nuk e duan që edhe kryetari i bashkisë për të qenë korrekt me marrëdhëniet me njerëzit ka kërkuar që kjo kontratë anullohet. Për pikën 10, në mbledhjen e radhës, ta sjellni dhe ta sjellni me firmat banorëve dhe me firmat kryeplegjve. Nëse ata nuk e duan në mënyrë absolute, ne do ta anullojmë atë. Okej, faleminderit. Atëherë, Para 3 ditë kanë qenë të vrarë këtu, në këtë vend. Dhe mashtesht mumi në luë ato. Ju kam thënë që po mirë më burë të shizë. Karam në këshillit. Po pra, O gjë. Të shpjegoj diçka. ju kërkohet revokimi revokimi i vendimit, ky kërkohet në marrë me përgjegjësi ju, i vendimit numër Po, e një kontratë. 2024. Në rast se ju shihni mirë, duhet merri për mua, duhet ta revokoni që mos bani. Ta pa e shikon. Jo tërse një ndaj 2024. Po pra, Po tash tjetra përgjegjësioni. o zoti, o inxhinier, të lutem, të mbaroj Se bani po ai. Bukur shumë edhe ne na hodhin atë karamelin aty, u kënaqem. Ne tha morçona kjo s'është histori, kjo i venera. Na shpoli të sionishte goxha, mashina shenjë. Në moment të dytë nisën natën ata. Nisën natën policia përpara. Mrapa polici, para polici. Ku jemi këtu? Që për kompaninë. Për kompaninë po i siguroheshin, pasi kishin thënë që këto janë djashlishëm. Si do i vetë? Mirë, kujt i bi, na ka rënë ne do ta përballojmë. Aty ku gjanat na lën argumentimi, fillon thonë do nuk kam ku shkoj. Nuk kam ku shkoj. Dhe e dyta, nuk du zgjedhje të lirun. Alternativa eme është veni, është gjyshi, janë rrejt e mia, janë varrezet. Mu nuk shbën kush nga veni jem. Nuk i ka bën llogarit gabim. Unë për vet i ka bën këtë gabim llogarit. Dhe mu ja kam treguar, po E kuptoj. ka problem. tu nuk është qështja me demonstrue se deri ku shkon nervi i dikujt. Sepse unë mund llogaritem parashikos dhe i pafëshëm, sepse jam me shkollë, me hallë, me probleme, pra një avokat i met në glas, mu më shet edhe kullum. E kuptoj. Por unë nuk du kurse se njeriu nuk është pres që heq këtu edhe atje. Ai që ka dy me në kokë thot, unë banor me ju nuk kam ra dakord. Atëherë nuk ke pse konsultohesh tjetërkun. Merr vegla tuja, nisesh poshtë. Mos u bë barë për njerëzit, sepse ne kemi probleme plot o zoti i rreth.
Ne problemet tona, kjo s'ishte problemi juaj, tu janë probleme tjera që po të shkosh Po, mi të doli ky shifru. problemi që ju Doli bëri ky- të harronit problemet e tjera. Po, bile ndoshta çdo gjë e keqe thot ndodh edhe për mirë. Është ajo fjala urt që Me kuptoj. kur ndodh diçka ndoshta na ka shput nga realiteti, që realiteti jonë është i dhëmshëm këtu. Por do të mulim kam. Trakas për kryeministi do të më japë gjys argumentin. Në rregull, është e kam votu. Po s'ta ka dhënë. Ai thotë nuk e pa gjë akoma, atë shprehen. Ai u batut, nuk e pa gjë akoma. Ju vetë nuk i keni trokit nder kryeministrit. Deri tani deri tek zëvendës kryeministri keni Ne shkuar. forca jon shoqyrisht e erdhët këtu. Se nuk e kemi kapacitet ekonomik që të përballemi në rrugëve të kryeministrisë. Unë mund shkoj, mund ta pres 3 ditë, po unë kam E kuptoj. përpjekje tjera këtu për jetën. E kuptoj. Por që të vjen jabanxiu këtu të më kaloje pa të keq, e të thotë që unë nuk të njoh ty më zotëri. Nga vjen ti? Po dhe unë nuk e di nga vi, se mund vi nga Kosova tash 300 vjet. Po thotë ik në Gjakovdi. Shlyp tu. Unë vi nga Vlora e ta marr ty. Po të shkoj në Vlorë sot unë ke kërvati plazhit të më thotë qo maloku. Qo se po më lën ai morr aty. Si ka logjikën Fatjon Hoxha. Fatjon, ku je Fatjon? Kush është ky personi? Fatjoni është ai që ka parat. Ato parat t'i gëzosh, por ban kujdes t'i gëzosh parat. Po jo në kurriz të njerëzve, sepse mos u futi çdo shtëpi militare sepse nuk mund dalësh. Faleminderit. Kaq. Faleminderit. Faleminderit. Do na thuash të fjalë?